حي على الفلاح. عباد أعرضوا عنا بلا جرم ولا معنى، أساءوا ظنهم فينا فهلا أحسنوا الظن. فإن خانوا فما خنا، وإن عادوا فقد عدنا، وإن كانوا قد استغنوا فإنا عنهم أغنى. عباد أعرضوا عنا بلا جرم ولا معنى، أساءوا ظنهم فينا فهلا أحسنوا الظن. فإن خانوا فما خنا، وإن عادوا فقد عدنا، وإن كانوا قد استغنوا فإنا عنهم أغنى. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، falenderojmë Allahun e madhruar te bareke ve teala, krijuesin e gjithësisë, Allahun e madh I cili me drejtësi krijoi tokën dhe qiejt dhe çka ka në te, dhe urdhëroi për drejtësi dhe në anën tjetër e ndaloi zullumin dhe padrejtësinë, dhe e bëri prej mëkateve më të mëdha në tokë të Allahut dhe prej pasojave më të rënda që do dëken ata që bojnë zullum nesër në ditën e gjykimit. Pastaj bim salavat dhe selam bi Muhammed Mustafan alayhi afdalus salah wa atammus salam, dhe mbi shokët e tij besnik dhe të sinqertë, dhe mbi të gjithë ata të cilët ndjekon dhe pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Pastaj vëllezër musliman, shariati I Allahut I drejt, dini Allahut I drejt, sepse është prej Zotit të drejt te bareke ve teala, edhe në asnjë mënyrë I madhi Allah nuk pranon të bëhet zullum. Zotën ja ka ndaluar vetvetes së tij të lartë madhruar zullumin, dhe e ka bërë edhe për njerëz zullum. Ja ibadi inni harramtu dhulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. O ju robët e mi, unë ja kam bërë vetvetes time zullumin pa drejtësinë haram, andaj edhe ju mos I bëni zullum njani tjetrit, sepse atë kam bërë haram edhe për ju.
Ka thani madhi Allah në hadithë qudsi, po vëllezër musliman, dynjaja është e krijuar me drejtësi dhe njerëzit janë të urdhëruar të punojnë me drejtësi, por ja që e kundërta është duke deminuar sot në tokë të madhit Allah. Gjithandaj në katër anë të botës zullumi është shtue, zullumi është trash, dhe për çdo ditë e sa vjen e trashet më shumë zullumi derisa të shpërthej. Andej dhe këndej zullum në forma dhe në mënyra të ndryshme. E njeriu zullum mundet me bërë në 3 mënyra: zullum mes tij dhe mes të madhit Allah Azza wa Jall, e që është kufri dhe shirku e nifaku apo hipokrizia. Ai i cili ka bërë shirk të madhit Allah, ai i cili ka bërë kufër të madhit Allah, ai i cili në shpirtin e vet ka hipokrizi dhe dëftërsi është munafik, ai ka bërë zullum. Inna shirke la dhulmun adhim, ka thani madhi Allah. Me të vërtet shirku është zullum i madh. Zullum në raporte me krijuesin la ilaha illa Allah, sepse zullum do të thotë me qiti diçka jo në vendin e vet dhe jo në vendin e duhur. E madhrimi dhe adhurimi i cili duhet të dedikohet madhit Allah dhe të bëhet vetëm për Allahun e madhruar, shumica e njerëzve në botë ja kushtojnë dikujt tjetër jashtë atë madhit Allah Azza wa Jall, qoftë një pjesë të adhurimit, qoftë adhurimin krejt, apo qoftë një pjesë të fesë apo fen krejt, dhe të atilët të quhen qufar dhe ata janë zullumqar. Lloji i dytë i zullumit, kur njeriu i bën zullum vëllezërve të tij në raport me krijesat e Zotit, e që edhe ky lloj zullumi është shumë i përhapur në katër anë të botës, dhe sa pak janë ata njerëz të cilët janë të spastruar nga zullumi. Allahu na bëft prej tyre, ja Rabbi. Ndërsa lloji i tretë është kur njeriu i bën zullum vetvetes së tij, wala hawla wala quwwata illa billah. Është taksirat për shpirtin e tij dhe për veten e tij. I bën zullum vetvetes së tij, ose i bën zullum njerëzve në përgjithësi, ose bën zullum në raporte me të madhin Allah Azza wa Jall. Dhe këto 3 lloje të zullumit në realitet kthehen të gjitha të zullumi i tij, sepse krejt këto lloje të zullumit i kërsasin atina dhe i binen kryet tij dhe në shpinë tij, se ka me ila të gjitha ato me shpinë, ka me ila me shpirtin dhe trupin e vet mos në këtë dynja, atëherë kur del para të madhit Allah Azza wa Jall. Zullumi është një forma të ndryshme. Zullumi mund të jetë me fjalë, me gojë. Zullumi mund të jetë edhe me pasuri, duke ja hunger pasurinë njëri tjetrit. Zullumi mund të jetë duke i bërë zullum edhe në megja dhe me fjalë dhe në mënyra të ndryshme të lloj-llojshme, të cilat janë prezente dhe njerëzit gjithandej në përbot i bojnë zullum njëri tjetrit. La ilaha illa Allah. Sa zullumi bëhet në këtë dynja, e sa shumë i madhi Allah e ka dënuar, dhe sa rand i është kur të kërcënuar këtij dënimi të madh, të mirët ata të mirë të cilët bojnë zullum. Ka thënë madhi Allah Azza wa Jall: Wallahu la yuhibbu adh-dhalimin. Allahu nuk i don zullumçart. Allahu i don të drejtit e nuk i don zullumçart. Dhe ka thënë Allahu: Ela inna adh-dhalimin lahum adhabun muqim. Ata të cilët kanë bërë zullum në çfarëdo forme qoftë, për ta ka një dënim të vazhdueshëm nesër në ditën e gjykimit, kur dalim para të madhit Allah. Dhe ka thënë Allahu: Innama as-sabilu 'ala alladhina yadhlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighayri al-haqqi ulaika lahum adhabun alim. Ata njerëz të cilët të bojnë zullum njerëzve në tokë të Zotit,
e sa njeriu I bën zullum njëri tjetrit dhe me këtë bojnë fesadën tokë ata njerëz pa hak, ata kanë dënim të dhimbshëm kur dalin para të Madhit Allah nesër në ditën e gjykimit. Dhe shumë ajete kuranore tjera, të cilat secila prej tyre më rënd ju kërcënohet zullumçarëve, këtë zullum këtë vepër të shumtuar të cilën Allahu e qërtoi rënd dhe ju kërcënue pranarët të saj shumë rënd. Po dhe hadithet e pejgamberit alayhis salam janë të shumta për zullumçart, ka thënë alayhis salatu wassalam, inna Allahe la yumli lidh-dhalimi hatta idha akhadhahu lam yuflithu. E pastaj e ka lexuar ajetin kuranor, wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha al-qura wa hiya zalime inna akhdahu alimun shadid. Allahu I madhruar e shtyn dhe afatizon zullumçarin, nuk e dënon me njëherë zullumçarin, ai vazhdon me bo zullum, e Allahu I qel rrugë, ai edhe më të I raset në zullum, e Allah edhe më të I qel rrugë, mos ndoshta po pendohet, mos ndoshta po përmirësohet, derisa të vijë caktimi të Madhit Allah dhe të zbret hidhrimi mbi te dhe ta ndeshkoj I Madhi Allah. E kur ta ndeshkoj I Madhi Allah, nuk e fal atë, nuk e shpëton dënimit Allahut. Pastaj e ka lexuar ajetin kuranor dhe ja kështu është dënimi I Madhit Allah, kur ai vendosi me ndëshkuar banorët e fshatrave të ndryshme, të cilët I kanë bërë zullum vetvetes së tyre, me të vërtet dënimi I Allahut është ndëshkimi I Allahut dhe dënimi I Tij është I dhimbshëm dhe I rëndë, la ilaha illallah. Është interesant se njeriu I cili është I ligë dhe shkurtpams, e krejti njerëzit në këtë dynja janë shkurtpamsa, përpas atyre që Allahu a ka hapur syt, që ditën pse Allahu po I doron zullumçart, pse Allahu po I toleron zullumçart, qoftë jetë mbret apo kryetar, qoftë jetë I pasur, qoftë jetë individ I thjesht e tjerë, të gjitha ata I Madhi Allah po I afatizon, e po I doron, dhe njeriu thotë o Zot, pse po e doron këtë zullumçar, e harron se I Madhi Allah në fjalë dhe veprat e Tij ka urtësi, por më thuaj cilit zullumçar Allahu nuk ja pruni fundin e keq, fundin e të mërshëm, dhe shiqoni çka është duke u bërë në ato vende islame, të cilat me dekada janë sunduar prej zullumçarëve, të cilët kanë harruar se kanë Allahun mbi kokat e tyre, dhe ka prej shumë njerëzve që kanë mendu dhe kanë thanë, pse Allahu I madhruar po I toleron katë shumë, e nuk po I dënon ata zullumçar, por ja se si po I vje fundit tash njerit pas tjetrit, po nënçmohen në këtë dynja, po përbuzen në këtë dynja, po luftohen në këtë dynja, e a ka dënim më të rëndë për ta, se sa çka është duke u ndodhur atyre gjatë këtyre javëve dhe muajve, e lemu çka I pret në ditën e kiametit, kur dalin para të Madhit Allah, la ilaha illallah. Njëri prej dietarëve dhe të njerëzve të devotshëm të vjetër, thotë pash një zullumçar I cili bënte zullum, dhe thash o Zot, pse ti nuk po e dënon këtë njeri? Thash Zoti jam prej butësisë tane, e Allahu është I butë, prej butësisë tane po përfitojnë zullumçart, dhe po dëmtohen dhe po psojnë ata të shkret që janë të dopë, dhe ja kë zullumçar, sa është duke I bërë zullum këti kësaj krijesat Allahut, e ti o Zot po e toleron dhe nuk po e dënon. Tharash me fjet dhe nanë rrepash të njëjtin person, I cili ishte duke o torturuar në gradën më të lartë të xhenetit, dhe thash kam rrive ti në këtë gradë, mu tha mua, kjo është se rezultati asaj që I Madhi Allah
e ka shpërblyer për torturën e madhe që ka përjetuar në këtë dynja. Pra i madhi Allah ka urtësinë fjalë dhe veprat e tij, ata të cilët bojnë zullum, u vjen fundi i tyre, ndërsa atyre që u bëhet zullum, duhet spastrohen prej mëkateve, është sprovë për ta, duhet të ngriten drejgjet e i madhi Allah të bareke wa taala. Bile mund tjetë edhe si rezultati gjunaheve të tyre, dhe ata janë duke u dënuar pjesërisht prej të madhit Allah për shkak se kanë lëshuar rrugën e Allahut azza wa jall. Po vëllezër musliman, zullumi mkat i madh e populli jon, se kurse edhe shumë popull të tjerë në botë, nuk e kanë fort dërt pse i bojnë zullum kojshis, pse i bojnë zullum grus dhe fëmijëve, pse i bojnë zullum punëtorit atje, pse i bën zullum qytetarit, kalimtarit edhe të tjerëve. Shumë herë veç ajo vjen kuti me bo zullum, dhe apo i sheh dikush apo nuk po i sheh, apo mujnë, ndërsa pse nuk i mshefen të madhit Allah, nuk e kanë fort dërt. La ilahe illa Allah. Aisha radiallahu anha thot, i ka thonë një herë një Ebi Selemete, këti burri prej sahabët pejgamberit alayhis salam dhe burrave të mëdhej, i cili ka pas mos marrëveshje me një kojshit vet, për sa i përket një prone të tokës. Aisha po ja kujton një hadith pejgamberit alayhis salam dhe po i thot, ruaj ju dhe mos hin konflikt me njerëz për sa i përket të tokës, mejgjës të tokës, sepse kam dëgjuar pejgamberin alayhis salam duke thënë, ai cili ja zorpon vllaut të tij një pëllam tokë, ka me ngarkuar i madhi Allah në shpinën e tij me 7 palë tokë në ditën e kiametit. La ilahe illa Allah. Një plam tokaj që ja zorpon dhe ja merr pa hak vllaut të tij në këtë dynja, e që ajo plam tokë as nuk të ngin, e as nuk të bën qirak, kemi ja pa sherrin ditën e kiametit, keme vjell, por ka mu të bovën. E sa muslimani dhe mjerisht edhe ata të cilet nga një herë i bin Allahut azza wa jall në sejdë, nuk kanë frikë të madhin Allah, nuk ngurojnë me shku dhe me shtyje gurë të mejgjave, apo me polemizue për mejgjë, se jo këtu është e jemja, edhe jo ma ndej ka qenë guri dhe tje ke shty këndej, e të tjera në shpirtin e vetë, e din fort mirë se nuk e ka të drejt, e harron se i madhi Allah azza wa jall e sheh dhe e nin se çka po bën dhe si po vepron. Po vëllezër musliman, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili ka qenë mësuesi i yni, na ka mësuar se si të sillemi në raporte me të madhin Allah, se si të sillemi në raporte me vëllezërit tanë musliman, me krejtin njerëzimin, se si të sillemi me vetë vetën tonë, ne ka tërhjekur vrejtjen që mos t'i bojmë zullum njëri tjetrit. Ka thonë alayhis salatu wassalam, wa kunu ibadallahi ikhwana, dhe bëhuni me zveti rabt Allahut, duke qenë vëllezër njëri me tjetrin. El muslimu ekhul muslim, muslimani është vllai muslimanit, la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu, nuk i bën zullum muslimanit, e as nuk e nënçmon dhe nuk e lën në lloç muslimanin, nuk e zhgënjen vllaun e vet, wala yahqiruhu, dhe nuk e fyen dhe nuk e rëndon dhe nuk e poshtron vllaun e tij. E taqwa ha huna, dhe pastaj thot taqwalluku është këtu, dhe bën me gishtin e vet 3 herë drejt zemrës së tij. Këtu është taqwalluku, dhe i madhi Allah na i din zemrat tona, na i din sinqeritetin ton. E pastaj në vazhdim thot, bihasbi mri'in min ash-sharr yahqir akhahu al-muslim, i mjafton muslimanit për shërr, për mkat dhe për gjuna me ju numru të Allahu, nëse nënçmon dhe e fyen apo e rëndon vllaun e tij musliman,
Kullul muslimi alal muslimi haram, demuhu, wa maluhu, wa irduhu. Gjdo gja e muslimanit është haram për muslimanin tjetër, gjaku I tina, pasuria e tina dhe nderi I tina. Po vëllezër musliman, disa njerëz mendojnë se nëse sillet dikush ndaj teje mirë, duhet edhe ti m'ia kthyet mirën me të mirë, por nëse dikush t'i bën zullum, duhet edhe ti atina me I bë zullum. E jo, nuk është ky rregull I Islamit. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë: "Wala la takunu im'atan تقول إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا أسنا." Mos bëni njerëz të atill të cilët thoni nëse njerëzit na bojnë mirë, u bojna mirë, por njerëzit na bojnë keq, u akthejna me të keq. Por kunu walakin watiu anfusakum in ahsana an-nas wa ahsanu wa in asa'u fala tadhlimu. Por bëheni të atill, adaptoni vetveten dhe kalitoni vetveten me arritjen e atë shkallë të cilët do të thoni nëse njerëzit na bojnë mirë, ne ja u bojna mirë, ja u kthejna me të mirë, por edhe nëse njerëzit na bojnë keq, ne atë keqe nuk ja u kthejnë, nuk I bojmë njerëzve zullum. Kemi frikë të madhin Allah te bareke wa taala. Vëllezër musliman, zullumi I madh dhe I rand dhe llojet e tina janë të shumta, wala haula wala quwata illa billah. Dhe aq I rand është zullumi, gjunahi dhe pasojat e tij, saqë le që vuan ti prej zullumit ti, por dhdhimet ai shkret se çka ka me hjekur nesër kur del para të madhit Allah në ditën e gjykimit, kur do t'i bëhet vën, nuk ka kajaman, nuk ka qysh e lip hakun prej vllajt vet, qysh ja kthen zullumin që ai ka bërë dikujt tjetër. Dhe kështu me radh Ali ibn al-Fudhail, ky prej ulemave të vjetër, një ditë ja nisi me kajt dhe I than pse po kanë, tha po kaj për ata të cilët kanë bë mua zullum, po kaj për ata të cilët kanë bë mua zullum. Po mdoket po I shoh nesër kur dalin para të madhit Allah, në ditën e gjykimit, çka kanë me I thanë Allahut, pse më kanë bë mua zullum, qysh kanë me justifiku para Allahut, qysh kanë me u arsitu para Allahut, e po më dhimen shkretit që nuk do të kenë argument për të mbrojtur para Allahut dhe do të shkojnë në xhenem, pse më kanë bë mua zullum. Po vëllezër musliman, Ebu Darda, ky sahabi I ndershëm I pejgamberit alayhi salatu wassalam, thot: ruju vlla lotit të jetimit dhe ruju doa së atij që I bën zullum, sepse ajo natën ngritet te I madhi Allah, e ti je fjetur e nuk e din se çka është duke të përgatitur ty në tokë. Ruju lotit të jetimit, mos I bë jetimat me kajt, dhe ruju doa së atij që I ke bë zullum. Ruju mos I bën njerëzve zullum, sepse ti I bën ditën zullum, e natën bjen me fjet, por jetimi kanë dhënë kohët e I madhi Allah, dhe atij që I ke bë zullum nuk e merr gjumi tan natën, lutet e I madhi Allah azza wa jall, e doaja e tij nuk kthehet mrapa, la ilaha illa Allah. Po vëllezër musliman, për atë arsye kanë thënë ulemaja, zullumi është në 3 lloje. Një lloj zullumi që nuk e fal Zoti kurr, ai është shirku. Nëse njeriu vdes me shirk, për jetë I madhi Allah nuk ka me ja fal. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. I madhi Allah nuk e fal shirkun, që është zullum I madh. Kufrin, shirkun, me dek pa din Islam, nuk e fal I madhi Allah azza wa jall, e që thamë është prej zullumeve në raporte me Allahun azza wa jall, ndërsa zullumi tjetër I madhi Allah azza wa jall nuk e lën pa u hakmar, nuk e lën pa marr hak, e që është zullumi I robit ndaj robit. Për jetë I madhi Allah nuk ka me lan pa hak pa u hakmar në këtë dynja ndaj zullumçarit, ndërsa zullumi I tretë është zullum I cili falet, e kur njeriu I bën zullum vetvetes I tij, bën ndonjë gjuna në veten e tij ndaj të madhit Allah azza wa jall, qysh bojmë ne gjunahe për ditë,
Allahu na I fal, e kur ti bojmë vetës gjuna, kur të bojmë gjuna, I kemi bo vetës zullum, dhe ky lloj gjunahi apo lloj zullumi, nëse pendohemi te I madhi Allah Azza wa Jall, kome na fali madhi Allah te bareke wa taala, qysh na ka premtua I madhi Allah dhe ka kërkue prej nesh që të pendohemi te I madhi Allah për çdo ditë dhe për çdo natë. Ka thënë Ibn Taymija, Allah e pas mëshiruar, një prej ulemave shumë të mëdhej të ummetit islam, kur për jetë njerëzit nuk kanë diskutuar për fundin e keq dhe të mërshëm që ka me I ardhë zullumçarit, ashtu qysh nuk kanë diskutuar për fundin e mirë që ka me ardhë njeriu të drejtë dhe bujarit. Kur nuk kanë diskutuar për fundin e keq dhe të mërshëm që ka me I ardhur zullumçarit, pra të gjithë kanë pajtuar në këtë çështje, ashtu që kanë pajtuar të gjithë dietarët e ummetit islam, po dhe dietarët e ummeteve të mëhershme, se fundi I njeriu të drejtë dhe të sinqert dhe bujar fisnik ka me ardhë fundi I mirë me emrin e të madhit Allah Azza wa Jall, dhe është transmetue se I madhi Allah te bareke wa taala ka me ndihmue shtetet të drejtë që nuk ka zullum, qofte dhe qofar, dhe ka me dënue shtetin e shtremt dhe zullumçar, qofte dhe musliman, la ilaha illallah. Dhe kjo është reale dhe është në praktikë që ka jemi duke e parë dhe gjithmonë ka qenë në tokë të Zotit. Allah I madhruar ka toleruar në kufër dhe në shirk të bojnë njerëzit që ka nuk ka toleruar të bojnë njerëzit zullum, dhe sa herë kanë bojnë njerëzit zullum, I madhi Allah I kanë ndëshkuar qofshin edhe musliman, individ, apo shoqëri, apo pushtete, qysh është duke I dënuar I madhi Allah Azza wa Jall pushtetet arabe, islame sot, të cilat kanë bërë zullum në emër të islamit, e islami është largë tyre dhe është shumë I pastërt prej tyre, nuk kanë të bëjnë asgjë me dinin e Allahut, por e kanë marrë islamin si petk dhe justifikim për të mbrojtur dhe justifikuar dhe për të qëndruar në pushtetet e tyre, por Allahu I madhruar është ai I cili I shef dhe I ndjen, dhe tash o ka qitur dëzezat në shesh dhe është duke I poshtruar në këtë dynja para se me dal nesër para të madhit Allah. Prej fryteve apo pasojave të zullumit që janë të shumta në realitet, është hidhrimi I madhit Allah. Nuk ka me I pshtue për jetë ai njeri cili bën zullum dikujt, nuk ka me I shpëtu hidhrimit Allahut, e Allahu kur hidhrohet në rob, kush e pajton atëherë Allahun me robin e tij, kush atëherë e pajton atë me krijuesin e tij, kush e shpëton atë prej dënimit të tij, dhe Allahu I madhruar ka me I qua atina lloje të ndryshme të dënimeve dhe të torturave në këtë dynja para se me dal para të madhit Allah Azza wa Jall. Pastaj prej pasojave të zullumit është më shkatrue vende dhe toka e të madhit Allah Azza wa Jall, më bo fesadën tokë. Prej pasojave të zullumit I bëhet haram individit shefati pejgamberit sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Pastaj ai që bën zullum në realitet është rezultat I errësirës së zemrës së tij. Ai zemrën e ka të errët, nuk ka dritë dhe nuri në zemrën e tij, për ndryshe nuk I shguxue me bëhe zullum, dhe shiqani se I madhi Allah I ka dënuar ata popuj të cilët I kanë bërë zullum vetvetes së tyre, I ka shkatruar dhe I ka bërë rrafsh me tokë, qysh na I ka cek I madhi Allah në Koran për shumë popuj. Për shembull ka thënë Allahu: fa akhadhnahu wa junudahu fa nabadhnahum fil yam fanzur kayfa kana aqibatu adh-dhalimin. Dhe ne kur erdhi koha me dënue Firaunin e mallkuar me ushtrinë e tij, të cilët bënën zullum dhe bënën fesadën tokë, e ndëshkuam atë dhe ushtrinë e tij dhe I fundosëm deti, dhe ja shiko, po thot Allahu, dhe ja shiko se si I erdhi fundi zullumçarëve, e këto ajete dhe dhjetra të tjera I cek Allahu për ne, për të mbledhur men, për të larguar prej zullumit, për mu pendue
para se më bovon, mja lip halalin njani tjetrit, me këthy atë hak që ja ke marrë vllaut, sepse nesër la ilahe illallah nuk ka dinaras dirhem, por dohet me pagua të zullum dhe zullumçarin ditën e kiametit, siç ka thënë Madhi Allah, yawma ya'uddu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila. Zullumçari ditën e kiametit i ka fshën durët e tij prej sikleti, prej tmerri, don me hangër grushtat e tij dhe gishtat e tij, por nuk i del ilaç, Allahu na ruajt, nuk i del ilaç, Allahu na ruajt, e na boft për atyre të cilët janë larg çdo zullumi vëllezër musliman, në raporte me Allahun, në raporte me njerëz, në raporte me vetveten tonë, e ne kem nevojë të përmirësohemi dhe zemrat tona të shërojmë, nëse kem ndonjë smundje të dhe para se të bëhet vonë, të pendohemi te i Madhi Allah, sepse jemi duke parë sa zullume është duke bërë, dhe vallahi që nuk ka tjetër edhe prej rezultateve dhe pasojave që jemi në këtë gjendje dhe nuk po na shkojnë punë ashtu mirë që po kemi qef ne dhe që po shpresojmë prej pasojave dhe rezultateve, nuk ka dyshim është edhe zullumi i cili është duke u bërë ndaj njëri tjetrit, ndaj shoqërisë, po jo atë shumë prej pushtetit sa bëjmë ne ndaj njëri tjetrit. Allahu na ruajt e na përmirësoft gjendjen tonë, e Allahu na ka siguruar dhe na ka garantuar dhe na ka premtuar se kur ne e përmirësojmë, apo sa herë që ne e përmirësojmë gjendjen tonë, ka për të na përmirësuar i Madhi Allah Azza wa Jall. Andaj të pendohemi dhe të bim istikfar te Allahu i madhrum te bareke wa taala, para se të bëhet vonë kur vjen ajo ditë me dal para të Madhit Allah. Astaghfirullah li wa lakum wa li sairil mu'minina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Realizoi studio produksioni Krenaria në Prishtinë. Allahu akbar fawqa